Mbrojtësi i kryeautomajt Stavro Pilo realizoi deputim te Shqipëria në ndeshjen vendimtare kundër Polonisë, ndonse nuk u mbyll me sukses. Eliminimi nga faza e play-offit e Kupës së Botës. Pas përfundimit të grumbullimit te kombëtarja për sfidat kundër Polonisë dhe Ukrainës, 25 vjeçari reagoi në rrjetet sociale duke u shprehur krenar për festën te Shqipëria, sikurse i uritur për të ardhmen. Postimi i Pilos ka bërë bujë edhe në mediat greke. Kjo për faktin se mbrojtësi luan me AEK-un e Athinës në Superligën Helene. Sport 24 nga Greqia i ka kushtuar lajm të veçantë postimit nga Pilo, madje edhe duke përmendur edhe detajin e krenarisë së lojtarit për deputimin te Shqipëria. Një natë dramatike në kantonin e Lucernit tronditi pronarët e një autosaloni luksoz, pasi një Porsche i shtrenjtë u vodh nga hajdutët. Fal kamerave dhe reagimit të shpejtë të policisë, 3 persona u arrestuan pak orë më vonë. Bëhet fjalë për sallonin në Rikembash, ku një Porsche 718 Spider RS me vlerë rreth 200.000 franga zvicerane është vjedhur nga një autogarazh që merret me shitjen e veturave luksoze. Sipas rrëfimit të Milot Berishës, 30 vjeç, bashkëpronari i autosallonit, gjithçka ka nisur rreth orës 01:37 minuta, kur ai ka marrë një njoftim në telefon nga sistemi i një Teslaje që ndodhej para garazhit. Ai ka kontrolluar pamjet live dhe ka vërejtur se dikush po tentonte të hapte derën e automjetit. Më pas, pasi pa edhe kamerat brenda objektit, Berisha kuptoi se persona të panjohur kishin hyrë në garazh, transmeton tutja Albinfo. Brenda po lëviznin njerëz, ka deklaruar ai, duke shtuar se menjëherë ka lajmëruar policin dhe është nisur drejt garazhit. Kur arriti në vend ngjarje, ai dëgjoi zhurmën karakteristike të Porschit të gjelbër duke u larguar. Vetura e vjedhur ishte një model i veçantë me 500 kuaj fuqi dhe sipas Berishës dallohej sidomos për ngjyrën e saj unike. Treta arrestuar, 2 rus dhe një francez. Policia e Lucernit reagoi shpejt dhe bashkëpunimi me policinë e kantonit Argau arriti të arrestojë 3 të dyshuar në Dintinkon. Sipas autoriteteve zvicerane, bëhet fjalë për 2 shtetas rus dhe një francez të moshës 18 deri në 21 vjeç, të cilët nuk kanë vend banim në Zvicër. Prokuroria e Surse ka nisur hetimet për rastin. Dyshohet se synimi ishte Lamborghini. Sipas Berishës, hajdutët kishin hyrë nga hyrja kryesore duke thyer një xham me këmbë dhe më pas kishin hapur portën e garazhit nga brenda, transmeton Albinfo. Ai dyshon se fillimisht ata synonin të vidhnin 2 Lamborghini, pasi sirtarët dhe pjesët e brendshme të tyre ishin të hapura, duke lënë të kuptohet se kërkonin çelësat, por me që zakonisht çelësat nuk ruhen në objekt, ata përfundimisht zgjodhen Porshin, çelësi të cilit ndodhej aty. Hajdutët përdorën edhe një furgon për të larguar një Tesla që bllokonte rrugën dhe më pas u larguan me Porshin. Vetura u gjet, por dëmet mbeten të paqarta. Porsche u sekuestrua dhe u tërhoq nga policia, ndërsa dëmet ende nuk janë vlerësuar plotësisht. Berisha ka deklaruar se fatmirësisht është i siguruar, përfshirë edhe dëmet në objekt. Jam thjesht i lumtur që i kapën, ka përfunduar ai, duke shtuar se kohët e fundit janë shtuar vjedhjet e veturave luksoze në Zvicër.